Anojmë, kur ndihemi të plogësht, sidomos mendërisht, një çokoladë ose një ëmbëlsirë duket si zgjidhja e përkryer. Është pothuajse një refleks. Por në këtë analizë do të vëmë në pikpyetje pikërisht këtë zakon, sepse kërkimet e reja po na tregojnë një histori krejt tjetër për atë që ndodh realisht brenda trurit. Dhe këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Në vend që të vepronte si një karburant premium që e bën motorin të punojë më mirë, sheqeri në fakt e detyroi trurin të punonte më fort, thjesht për të arritur të njëjtin rezultat. Pra pyetja themelore është kjo: apo e ndihmojmë apo po e mbingarkojmë trurin? Për t'ju përgjigjur kësaj, le të hedhim një sy një studimi specifik. Atëherë, si arritën në këtë përfundim? Duhet i shohim provat. Gjithçka bazohet në një studim pilot, që përdori një test fare të thjesht, por jashtëzakonisht zbulues, për të matur kontrollin e impulseve. Ky test njihet si detyra go no go. Pra, ja si funksiononte. Pjesëmarrësve u shfaqeshin katror me ngjyra në një ekran. Kur shihni një katror jeshil, që ishte shumica rasteve, duhet të shtypni një buton sa më shpejt të mundeshin. Ky është sinjali go, pra vepro. Por, her pas here, shfaqej një katror i kuq. Në këtë rast, detyra ishte të përmbaheshin dhe të mos e shtypnin butonin. Ky ishte sinjali no go, një test i pastër i aftësisë së trurit për të frenuar një impuls automatik. E po, eksperimenti u nda në 2 faza. Së pari, pjesëmarrësit e bën testin në gjendje normale, pa konsumuar sheqer. Më pas, ata pinin një pije të ëmbëlsuar dhe e përsëritën të njëjtin test. Ideja ishte fare e thjeshtë, të krahasohej performanca dhe aktiviteti i trurit para dhe pas dozës së sheqerit. Dhe këtu fillon surpriza. Po të shihe vetëm rezultatet e jashtme, do të mendoje se sheqeri nuk pati absolutisht asnjë efekt. Performanca e tyre nuk ndryshoi. Por historia e vërtet fshihej më thellë në aktivitetin e brendshëm të trurit. Duke parë grafikët, nuk kishte asnjë ndryshim domethënës. Pjesëmarrësit nuk ishin as më të shpejt, as më të ngadalt. As nuk bën më shumë apo më pak gabime pas pijes me sheqer. Në sipërfaqe, dukej sikur nuk kishte ndodhur asgjë, por kjo ishte vetëm gjysma e së vërtetës. Ja çfarë zbuluan studiuesit kur maten aktivitetin elektrik të trurit. Edhe pse performanca ishte identike, truri po tregonte një aktivizim neuronal më të fortë. E thënë më thjesht, për të arritur të njëjtin rezultat, trurit ju desh të sforcohej shumë më tepër, të përdorte më shumë burime mendore. Matja kyçe ishte një valë specifike e trurit e quajtur no-go P3. Mund ta mendoni si një lloj matësi të sforcimit mendor. Sa më e madhe të jetë kjo valë, aq më shumë përpjekje i duhet trurit për t'i thënë stop vetes. E po, pas sheqerit, ky sinjal u rrit ndjeshëm. Ky e përmbledh në mënyrë perfekte. Është pak a shumë si ti japësh makinës me frenin e dorës pak të ngritur. Po, mund të arrish të njëjtën shpejtësi, por motori duhet të punojë shumë më tepër për ta bërë këtë. Sheqeri në thelb e bëri trurin ton më pak efikas. Ky zbulim na bën të shtrojmë një pyetje më të madhe: pse dëshirojmë kaq shumë diçka që në fakt e vë trurin ton në vështirësi? E po, kjo na çon drejt për drejt debatin nxehtë rreth varësisë ndaj sheqerit dhe mënyrës se si ai ndikon në qarqet e shpërblimit të trurit. Kjo çështje nuk është bardhëzi, as pak. Nga njëra anë, ka prova të forta se sheqeri aktivizon të njëjtat rrugë të dopaminës si substancat që krijojnë varësi. Studimet e kafshët madje tregojnë sjellje si toleranca dhe tërheqja, por nga ana tjetër, kritikët thonë se provat e njerëzit janë më të paqarta dhe se është e vështirë të ndash efektin e sheqerit nga yndyra dhe kripa, me të cilat shpesh kombinohet. Mirë, po përtej efekteve të menjëhershme dhe debatit për varësinë, çfarë ndodh me kalimin e kohës? Një shqetësim gjithnjëherë e më i madh është ndikimi afatgjat i një diete me shumë sheqer në funksionet tona njohëse, veçanërisht te kujtesa. Një studim të minjt na jep një pamje, le të themi, paksa shqetësuese. Minjtë e vegjël që ushqyen me një dietë të pasur me sheqer dhe yndyrë treguan dëmtime të kujtesës më vonë në jetë, edhe pas ishin kthyer prej kohësh në një dietë të shëndetshme. Kjo sugjeron se dëmi bërherët mund të jetë i vështirë për t'u zhbërë. Dhe kjo na sjell te rreziku ndoshta më serioz afatgjat, që po hetohet, një lidhje e mundshme midis mënyrës se si trupi ynë përpunon sheqerin dhe sëmundjeve neurodegenerative, siç është sëmundja e Alzheimerit. Kjo është pyetja thelbësore që po shtrojnë disa shkencëtar. Ata po propozojnë një ide radikale, po sikur sëmundja e Alzheimerit të jetë në thelb një formë diabeti që prek specifikisht trurin. Për ta kuptuar këtë, le t'i krahasojmë shpejt. Diabeti tipit 1 është një problem me prodhimin e insulinës.
Tipi 2 është kur trupi bëhet rezistent ndaj insulinës që prodhon. E po, koncepti i tipit 3 sugjeron se Alzheimeri përfshin një rezistencë ndaj insulinës brenda vetë trurit, gjë që e pengon atë të përdorë siç duhet glukozën për energji. Tani, është shumë e rëndësishme të theksojmë, ky nuk është një diagnostikim zyrtar mjekësor. Askush nuk diagnostikohet me diabet të tipit 3. Megjithatë, është një teori e fuqishme që po ndryshon mënyrën se si e mendojmë Alzheimerin, jo thjesht si një sëmundje e trurit, por si një sëmundje metabolike. Sigurisht, si çdo debat i madh shkencor, edhe ky ka shumë anë. Për të pasur një pamje të plotë, është thelbësore të dëgjojmë të gjitha këndvështrimet. Për shembull, shoqata e sheqerit argumenton se duhet të bëjmë një dallim të rëndësishëm midis burimeve të ndryshme të sheqerit. Ata theksojnë se shumica e kërkimeve negative përqendrohen te pijet e ëmbëlsuara dhe se këto gjetje nuk duhet të përgjithësohen automatikisht për të gjitha ushqimet që përmbajnë sheqer. Dhe ky është një dallim kyç për jetën e përditshme. Sheqernat naturale, si ai që gjendet te një moll, vijnë të paketuara me fibra. Këto fibra ngadalsojnë përthithjen e sheqerit dhe parandalojnë ato rritjet e menjëhershme në gjak. Ndërsa sheqernat e shtuara, nga ana tjetër, janë kalori boshe që shkaktojnë pikërisht ato lluhatjet e energjisë që të gjithë i njohim. Atëherë, çfarë mund të bëjmë konkretisht? E po, hapat janë praktik. Zgjedhja e frutave në vend të ëmbëlsirave të përpunuara. Të mësojmë të lexojmë etiketat për të gjetur sheqernat e fshehura dhe të synojmë për një dietë të përgjithshme të ekuilibruar, sepse kjo është mënyra më e mirë për të mbështetur shëndetin afatgjat të trurit. Si një rregull i përgjithshëm, udhëzimet zyrtare dietike rekomandojnë që më pak se 10% e kalorive tona ditore të vinë nga sheqernat e shtuara. Kjo është një pikë referimi i mirë për ta pasur parasysh. Dhe kjo na lë me një pyetje të fundit për të reflektuar. Ajo që filloi si një kërkim i thjeshtë për një stimulim mendor, na zbuloi një histori shumë më komplekse rreth efikasitetit të trurit, varësisë së mundshme dhe shëndetit afatgjat. Sfida pra, mbetet të lundrojmë në një botë të mbushur me ëmbëlsi, duke bërë zgjedhje të ndërgjegjshme për organizmin ton më të çmuar. Faleminderit që ndoqët këtë analizë.